ishet nga Gjuro Macut. Ajo u votua pas 2 ditësh debat në seancë të veçantë dhe për diskutuar për krejt këtë zhvillim dhe kabinetin e ri qeveritare kam në linjë direkte gazetaren Ardita Beluri që falenderoj shumë për pjesëmarrjen Kompas. Grazie, është e jonja. Çfarë mund pritet prej qeverisë së re? A ka diçka dallim në politikat që janë prezantuar ose paralajmëruar prej atyre që janë zhvilluar deri tash prej Beogradit zyrtar? Po, tani më gjatë ditës së djeshme dhe sot është bërë konstituimi i qeverisë së re. Pas ditën e sotme, ministrat kanë bërë betimin e tyre. Vlen theksohet se mentaliteti politik i Serbisë dhe i popullit serb mbetet i njëjtë, çfarëdo qeverie që vije për gjatë 13 viteve të mandatit sa ka qeverisur presidenti Vučić me shumicë absolute në Serbi. Deri më tani kemi pasur 8 qeveri dhe asnjëra me mandat 4 vjeçar. Këtu shihet labiliteti politik, mos qëndrueshmëria politike në Serbi dhe nga 30 ministra nga struktura e re qeveritare, 10 prej tyre janë të njëjtë por vetëm në pozicione të ndryshme. Ajo çfarë karakterizon qeverinë e re të presidentit Aleksandar Vučić është vetëm se tani më në përbërjen e re nuk e kemi zëvendës kryeministrin Aleksandar Vulin, i cili njihet si dorë e djathtë e shtetit të Rusisë, por emrimi i Vulimit në pozitë ministrore nuk është bërë me kërkesë dhe presion që është bërë presidentit Vučić pak ditë më parë nga shtetet e Bashkimit Evropian. Do të ka qenë një kërkesë strikte nga BE që Aleksandar Vulin të mos jetë pjesë e strukturës qeverisë së re në Serbi. Dhe cilat janë figurat ose ministrat kyç në këtë kabinet të ri? Si ministra kyç normalisht që shihen ministri Dačić, ministri i punëve të brendshme, ministri i arsimit tani më është ndëruar, është një ministër i cili është me afera për ngacmime seksuale. Kemi edhe ministrat e punëve të jashtme. Për neve që jetojmë si komunitet pakic në Serbi është më rëndësi dhe jetike edhe ministria për pakica, por vlen theksohet se për herë të parë në histori, në strukturën e re qeveritare, kemi edhe një shqiptar të emëruar për ministër të pakicave, i cili në pasditën e sotme ka dhënë betimin në parlament dhe pak minuta më herët, para 30 minutave, po një postim që ka bërë edhe vetë Demo Berisha në faqen e tij zyrtare, i cili ka konfirmuar se nga sot ai do të jetë ministri i pakicave dhe postimi i tij është bërë në 2 gjuhë, në gjuhën serbe dhe në gjuhën shqipe. Dhe ai patjetër do të merret edhe me komunitetin shqiptar në Serbi, meqense i takon edhe në dikasterin që do ta udhëheq, por edhe çësia atje deri tashme vlen të diskutohet. Kemi pas një kundërshtim nga deputeti Shajb Kamberi, por dua të di edhe vlerësimin e komunitetit në përgjithësi edhe shoqërisë civile edhe mediave, por edhe qytetarëve shqiptar në Serbi, se çfarë mendojnë për këtë përzgjedhje të Vučićit. Pas prezantimin nga vetë kryeministri i ri, zoti Macul, se përket përbërjes së re qeveritare, në 48 orë që e kaluar, normalisht është konfirmuar se pjesë e kabinetit të ri qeveritar do të jetë edhe një shqiptar, Demo Berisha. Ne shqiptarët që jetojmë në Serbi, në 3 komunat me shumicë shqiptare, Preshevë dhe Bujanoz dhe Medvegjë, zotin Berisha e njohim si një qytetar shqiptar që jeton në qytetin e Novi Sadit e që drejton një shoqat e njohur me emrin Amza. Por Demo Berisha nuk e njohim si figurë politike apo veprimtarinë e tij politike që ka ushtruar në një periudhë kohore. Demo Berisha është njihet si një ushtarak, ka mbaruar Akademinë Ushtarake dhe ka shërbyer në Akademinë Ushtarake në Ushtrinë Jugosllave fillimisht e më pastaj në Ushtrinë e Serbisë, i cili momentanisht Po, besoj që mund t'i adresoj shqetësimet edhe kërkesat që i keni në numër të madh si komunitet shqiptar në Serbi. Patjetër se
pikë reference e parë për kryetarët e komunave Preshevë, Bujanos që drejtohen nga kryetari shqiptar, nga kryetari i Këshillit Kombëtar shqiptar, nga përfaqësues të partive politike, opozit, referenca e parë është Ministria për Pakica. Një periudhë të gjatë ne kemi patur në këtë pozicion qeveritë serbe kanë emëruar nga komuniteti bosnjak, tani kemi një shqiptar dhe referenca e parë, dera e parë që duhet të trokitet normalisht është Ministria për Pakica. Ajo na mbetet të shohim periudhën vijim çfarë do të jenë relacionet, nuk dua që të spekulojmë dhe të paragjykoj, përkundër asaj që kemi patur reagimet menjëhershme nga vetë deputeti, nga kryetarja e komunës së Preshevës, nga kryetari i Këshillit Kombëtar shqiptar, sepse mbeten skeptik se do të mund të kenë një gjuhë të përbashkët apo një adresim të qiltër, të sinqert karshi ministrit të sapo emëruar, sepse pak kohë më parë ne vetë ministrin për Pakica kemi parë në prezantimet e tij në studiot nacionale televizive në Beograd, duke proklamuar dhe propaganduar politikën e Aleksandar Vučić, ndërsa vetë presidenti Vučić është mekanizmat e tij politike dhe politika e tij qeverise ka diskriminuar skajshmërisht dhe po vazhdon me mekanizmat e tija që të diskriminojë shqiptarët në këto 3 komuna dhe ky është skepticizmi i deputetit, kryetarës komunës Preshevës dhe kryetarit të Këshillit Kombëtar shqiptar, se shumë pak janë optimistë se do të mund të adresojmë kërkesat tona në derën adekuate. Pikërisht kjo mund të jetë arsye dhe çësia e edhe karshi realitetit të Republikës Kosovës që komuniteti shqiptar të mos gëzohet ndoshta që do ta ketë një politikan të etnisë shqiptare në qeverinë serbe? Deri më tani nga asnjëra qeveri, as nga Shqipëria, as nga Kosova nuk kemi pa ndonjë reagim zyrtar se i përket nominimit dhe emërimit të Demo Berishës për ministër në qeverinë serbe. Fenomen ky që për herë të parë po ndodh dhe normalisht kjo lë për dëshiruar, sepse nuk përfaqëson legjitimitetin e shqiptarëve që jetojnë në Serbi ministri për Pakica, por sidoqoftë nëse ka vullnet mirë për të bërë punë të mira dhe që të ketë bashkëpunim me shqiptarën në Luginë të Preshevës, na mbetet që të shohim periudhën e vijim. E qartë, të falenderoj shumë për këtë paraqitje në Kompas Beluli. Faleminderit juve. Faleminderit shumë, do të vazhdojmë me tjera informacione. Gjykata e Prishtinës e ka shpallur sot fajtor për krime lufte ish gardianin e burgut